I uroj shëndetin gjithkujt dhe uroj që të jenë sa më të lumtur, sa më të gëzuar dhe mbarësi në familjet e tyre. Dhe ju hengshim dasmat. Edhe ty pas të vëtë, Virana. Atëherë, në radhë përpara ju falenderoj juve. Inshallah arqim prap në mot, po t'jemi pak ndryshe. Dhe uroj gjithë shqiptarë kudo që ndodhen, të kenë shëndet, lek dhe dashuri për njëri tjetrin. Gjithashtu dhe për familjen time, uroj që në mot t'jemi disi ndryshe. Leandro? Si fillim, ky vit qoftë i mbar për çdo familje shqiptare, gjithashtu dhe për ne beqartë qoftë në vit që na i lidhi kam vënë se ngelen beqar. Ne të dy. Përshëndes gjithë kolegët e mi dhe qoftë viti i harmonisë, i lumturisë në çdo familje tona. Faleminderit. Faleminderit. Monde? Paqe, lumturi sjell ky vit për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Ju uroj gjithë të mirë dhe kësaj bote, suksese gjithë kolegëve të mi, suksese edhe ty që na ndodhen sonte. Faleminderit. Faleminderit. Ani. I thanë të gjitha, ç'a të them? Çfarë pret? Sukses, asgjë tjetër. Okej. Mirë, sukses paç. Faleminderit. Unë uroj shëndet për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, po sidomos për ata që janë emigrantë, që janë larg neve, larg familjarëve të tyre. Të jenë mirë, Zoti t'u jap shëndet, t'u jap forcë. Edhe gjithë shqiptarëve që janë këtu, inshallah do Zoti me më shumë paqe, me më shumë punë, me më shumë lek, që të përballojnë të gjitha këto hallet edhe problemet që na rrethojnë. Edhe gjithë kolegëve të mi, suksese. Faleminderit. Në fakt në përmbyllje të kësaj mbrëmje festive, pas këtyre urimeve nuk është se më mbetet shumë për të thënë. Urojmë për një Shqipëri më të mirë në 2016 për çdo familje shqiptare që mos jetë nevojshme që të shkojnë diku nëpër botë, ta gjejnë veten këtu dhe një vit më i mirë për gjithë shqiptarët. Gëzuar, dhe mirëpafshim.